Gjykata e posaçme në seancën e kësaj të martë ka rrëzuar të gjitha kërkesat e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Për të disa të herë, avokati i mbrojtës Flaren Tendreca kërkoi që Veliaj të mos qëndrojë në kafazën e qelçt, por pranë tij për një mbrojtje më efektive. Vlerësojmë që duhet garantuar prezenca e Veliajt i lirë jashtë kafazit të xhamit, mos prezenca apo mos lejimi afër avokatit cënon prezumimin e pafajësisë. Dinjitetin njerëzor ndikon në proces dhe nuk mund të vijojë pa qenë prezent, siç kushtetuta parashikon. Komiteti i Helsinkit e konsideron cënim i dinjitetit njerëzor kur nuk ka arsye për të vlerësuar e kundërta. Në sallën e gjyqit pati një debat mes avokatit mbrojtës së Veliajt dhe trupës gjykuese për transmetimin live të seancës, kërkesë e cila gjithashtu u rrëzuan nga gjykata. Kundër pranimit të kësaj kërkese u shpreh edhe prokuroria e posaçme. Për seancën publike, gjykata ka marrë vendim pa prezencë kamerash me transmetim live. Nuk mund të krahasohen seancat publike me seanca live. Ligji parashikon qartë, thuhet seancë publike, sot kemi prezent gazetarë e persona të interesuar, nuk bazohet në ligj kërkesa për transmetim live. Shkak për shtyrjen e seancës u bë kërkesa e avokatit të ri Ariola Xhoxhës, i cili kërkoi kohë për të njohur me akte dhe konsultuar me klientin e tij. Seanca e radhës u la më datë 23 qershor në orën